Drita ka arkëtuar pikë të rëndësishme pas imposhtit Drenicën me rezultat minimal, megjithatë shpresat mbesin akoma minimale për mbjetesën e elitë. 45 minutat e para të kësaj përballjeje kaluan në pandryshim të rezultatit dhe me pak raste shënimi nga të dyja palët. Në pjesën e parë regjistruam nga 2 raste për të dyja skuadrat, së pari Drenicakët rrezikuan përmes Bajraktarit 7 minuta pas fillimit. 10 minuta më vonë mysafirët tentojnë përmes Liridon Behramit, i cili gjuajti furishëm, por topi kaloi shumë pranë portës kundërshtare. Në minutën e 27 vije edhe rasti i parë i futbollistëve të Dritës, ku Xhevdet Sejdiu me kokë gjuajti jashtë portës. Pak minuta para përfundimit të pjesës së parë, një rast i mirë tregohet për Venhar Sermagjan, i cili nga distanca nuk tregohet i saktë. Në pjesën e dytë ishim dëshmitar të një loje më dinamike, sidomos nga ana e futbollistëve të Dritës, të cilët me ngulm kërkonin golin e fitores. 2 minuta pas pushimit, Shaqiri i vendasve, pasi pranoi topin nga Alimi, ka mundur të shënoj mirë, po gjuajtjen e tij e pret portieri Shosholli. Në minutën e 52, Shaqiri edhe një herë ka mundur të mposhtë portierin mysafir, por u vonua të reagoj. 10 minuta më vonë vije edhe goli vetëm dhe i fitores për Dritën pas një rëmuje të krijuar në zonë. Këtë më së miri e shfrytëzoi i riu Elian Halimi, i cili realizoi për 1-0. Në minutën e 65, Zariçi i Kuqezinjeve ka mundur të barazoj shifrat, por dështoi përballë portierit vendas. Ndërkaq, disa minuta më vonë vije edhe rasti më i mirë i futbollistëve të Dritës, të cilin nuk e shfrytëzuan së pari Shaqiri e më pas Sermagjaj. Në minutat e fundit, edhe përkundër iniciativës nga ana e futbollistëve mysafir, Gjilanasit e përsin minimale të krijuar arritën ta ruajnë deri në fund. Drita Drenica 1-0.